Seno, ju vini nga një familje me vlera sikurse e theksuat edhe ju. Seno, sa motra dhe vëllezër jeni? Unë kam vetëm një vlla. Po. Ai profesor fizkulture dhe vllaja marr me futboll. Është djalë special, po vese, po gjana. po rebelizëm. Ja ka marrën edhe që ka dosh me pasaj nështë. Seno, nëse sot, aktualisht, ju do të merrni sërish një vendim të caktuar për jetën tuaj. Për shembull, mund të merrni një ftesë nga një format tjetër për të bërë pjesë. Çfarë do t'u sugjeroni të gjithë të rinjve dhe të rejave? Do të sugjeroni që të rrugëtimin që ta nisin hap pas hapi, apo ta nisin në një vrull të menjëhershëm, në një rend të Shiko, ndoshta mendon shumë gjana, po ajo gjë nuk nikohet edhe vetëm nga ti, që je aty prezent. Nikohet edhe nga njerëzit që ke aty në format, edhe që duhet mu përshtat. Sepse për shembull shohin Prime që kapet vetëm debatet, vetëm gjanat i futen ton rrugës debatit. Bën debatuta sa dush, bën diçka pozitive sa dush. Ka Prime vetëm batuta për shembull. Ka Prime vetëm shamata, vetëm grindet. Edhe orientuhesh në këtë tjetër. Po e mira është mendoj te energjia pozitive, siç po rrin Moza Ahmeti që është një fenomene, edhe mendoj që ajo në llojin e vet, në stilin e vet, ato thy rekorde shikueshmërie, sepse është e sinqert edhe vetë regjizori Ed Grishaj e ka atë natyrën e përshëndesim Ed Grishën, natyrën e vetë anën pozitive, edhe orienton te batuta çdo gjë, te energjia pozitive, edhe kështu që Moza po bëhet edhe është ka kriju një dashni për ton llojet e shtresave të njerëzve, ton nivelet e dojnë, bile kishin postu në story Dafina, Tajna, Gjetar Selimi, e shumë tjerë. Intelekti mos që ka kënë në studentet më të veçanta, po dhe stili e saj e ka bërë trend çdo gjë. Moza, banu ti sot dysh, ban me kap rregulla, jo rregull, falsiteti, Moza, po se di, diçka do ta kisha theksu. Po. Ti ishte Moza në këtë vit të formati Big Brother, ndoshta s'do të kishte këtë famë. Sepse siç e thash, Bigu morri një orientim tjetër. Shtrati edhe shamata. Unë në këtë intervistë ditën e sotme Seno preferova që ta ndaja në dy pjesë, në pjesën e Big Brotherit që ishit ju pjesë dhe në pjesën e jetës suaj, të cilën nuk për hir të së vërtetës shumica e publikut nuk ju njeh nga pjesa juaj se si keni jetuar. Por nëse unë e shoh që tek ju pjesa e Big Brotherit është bërë e keni mbartur mirë mbi supë dhe është bërë jeni bërë një së bashku me të. Meqense ju Seno e theksuat pak pjesën e Mimoza Ahmetit. Desha t'ju pyes Seno që Mimoza Ahmeti a mundet të jetë në rivalitet me Luiz Eilin për këtë famën që po merr, se ka marrë një famë e cila është bërë virale në të gjitha rrjetet sociale, nga masa pëlqehet jashtëzakonisht shumë Mimoza Ahmeti. Siç e thash, gjithë secili ka rekordet e veta. Por nëse Moza Ahmeti thyn rekorde, pavarësisht se sa mund të afrohet ose çfarë rekordesh mund thyn, mendoj që një merit veçantë, po përmendni prap, se nuk kam drejt me hi, se mos kujtojnë se po i bëj çoka Ed Grish, sepse s'na lejohet me hi, por është një merit e jashtëzakonshme e Ed Grish, sepse edhe ato rekorde që i thej Luizi, pavarësisht se ka nivelin e ka tëna, ishte Bigu ishte stil tjetër. Ky stil që është sot te ferma, edhe kjo gjë që po jepet te Mimoza Ahmetit. Shpresoj që Mimoza Ahmeti ta mojnë këtë ritëm, mos të mërzitet, mos të nxjerrin njerëz nga vedi, se me sa shoh po dojnë tanë, ndërsh në Big Brother që i lërë Venozin mundoshin me provoku me xhen nga vedi se u bëshin xheloza shumë vet, po tjetër që rekordet janë për mu thy. Na ekzistojnë. Po tjetër, si në sport, që thënë tanë rekordet, ndoshta duhen vite për mu thy,
janë thy, nuk ka rekordet janë për mu thy, edhe është kënaqësi kur i rekordmen, po edhe është një vlerësim edhe kur dikush tjetër ta ka lënë që ç'a bani ky më bukur, ose pavarësisht se për sa ki mojt të rekordin. Nështë rekordmen s'mund t'jesh i përjetshëm, po rekordet janë për mu thy. E qartë, se no, desha të theksoj edhe diçka së fundmi që ju theksuat që nuk na lejo të hyjmë në formatin e Fermës VIP. Ju pak më herët keni postuar në rrjetin tuaj Instagram që do hynte Ilir Vernozi në Fermën VIP. Dhe i bëm me di edhe shikues që na ndjekin këto momente që nuk do hyj Ilir Vernozi në Fermën VIP, se gjithashtu ishte e bukur ajo shpreha që ju theksuat Seno që nga një komentues juaj që ju kishte shkruar që Iliri do hyj në Big Brother se i pëlqej fasule. Mund të na tregosh pak këtë? Po në Fermë, dies. Po, ishte data 1 prill edhe e bëme si batut. Por edhe kur më erdhi një koment aty në story, sa ka po Iliri Groshen, ka pranuar direkt ofertën. Ishte perl. Është në dieni Iliri për këtë status e ke bërë? Pa, i ka pa. Si e ka pritur? Ndjek, o knaq, o shkri, ato që është se Iliri, po. Vetëm Shigjana është dhe ne. Si keni raportin aktualisht me Iliri? Po mirë, miqësor gjithmonë, miqësor. Është pak i mërzitën se se kanë thirrë ndarshëm. Edhe me idenë mirë. Se no, edhe ju nuk ishte i pranishëm në dasmën e çiftit më të famshëm të Shqipërisë. Po si isha, se në fakun Mateun se kam njoft. Masaj Bregena ka pas tjerë më përpara, që me na rrolla ne për me naftu, varet, kështu ishte masalajna është diçka që ftesat për Ilirin ishte me tamam një diçka, sepse edhe e kërkunin, edhe nuk ishte. Pra dhe më duket e çuditshme. Nuk e ditesh se kush i ka, mos i ka bë ftesat Kristi veç. Ku qëndron çudia? Tek ftesat që ka bërë Kristi apo tek Po se di, pra se Ilirin e kërkoi edhe Mateo. Edhe mendoj që Iliri e ka mbështet, ka bë kilometra për Brekenën vetëm për një mesazh supportues. Mendoj që i ftesë e Ilirit aty ndarshëm, edhe për moshën që ka, o do të më shku me pakzu çiftin. Mendoj që e meritonte Iliri. Po. Status. Por ndoshta mos i ka lënë ju të dy për të çuar krush për të marrë Brekenën në Kosovë, se do ta zyrtarizojnë ata dhe me familjarët e tyre përveç se e kanë zyrtarizuar nga vëllai. Se di, inshallah i shkon marrë mirë sepse ku ka dashni ka paqe dhe shpresoj të jenë të lumtur, po më duket diçka komplet falso. Asnjëri nuk është i drejtë për drejtë atë shtëpi. S'ka më falso, janë vetë mënyra se si janë falso çdo gjë. Mund të ketë dashni edhe në jashtë, jo vetëm formatin e Big Brother që njiheni muj dy edhe ndahen, nuk ka të bëjë punë. Nuk është se po më duket falso, duket e sforcuar shumë. E sforcuar për hir të lojës. E kuptoj. Nuk më folët fare për pjesën e Malit, ish banorit të shtëpisë të Big Brotherit. Mendoni se Mali pas daljes të Stenaldos nuk ishte qepte më nga vetja vetë dhe nuk bashkoi dot me pjesën e cila objekt i gjithë debatit ishte Fyria? Mali tregon një qytetari gjatë gjithë kohës që kanë aty. Flitë kishte argumenta me tipin e tij karizmatik shumë momente. Mali ishte flok në fillim që ishte edhe Stine, ishte edhe Armiri, ishte sepse edhe loja u nda në atë mënyrë, edhe ishte shumë impulsiv, po gjithmonë brenda kornizave, në luftën kundër Armirit, ishte personazh shumë i lezetshëm.